gjatë muajit janar, eksaktësisht javën e dytë muajit janar, një fushat e tërë në territor, po edhe mediatike, lajmëroi shqiptarët se lopët po prodhonin qumësht kancerogjen. Pra lopët po prodhonin qumësht kancerogjen. Në fakt, u vura me dije nga i grup bujqish që me thënë drejtën atje ku ndodhen në një zonë të Lushnjës, e dinë ende numrin e telefonit dhe po mundoheshin të kërkonin ndihmë kudo. Mesazhet ishin kësaj natyre. Zoti Braçe, si jeni? Nuk e dim nëse realisht është ky numri juaj. Jemi fermer nga zona e Bubullimës. Kompania e qumshit Lufra po na shkatron. Deri dje kishte skem që gjoja ne bujqit i idhnim qumshit ujë. Çmimin e uli fare, por tani kanë nxjerr gjoja me aflatoksin qumshin ton dhe po kërkon të na përzëri fare. Ku të vemi, ku t'i çojmë lopët, ku dreqin të mbytemi. Mesazhi tjetër, përshëndetje zoti Erion. Jam nga Bubullima e Lushnjës. Më fal se po të shqetësoj, po duan që të na ndihmosh me qumshin e fshatarëve që dorëzojnë tek Lufra. Për fshatin e vetmja shpresë janë lopët. Të kam ndjekur në statusin tënd, a ka ndonjë mundësi të na ndihmoni, po derdhim shumë qumësht në kanal që për popullin është gjaku dhe vuajtja e përditshme. Më fal, po nuk kemi telefon të tjetër kujt t'i drejtohemi. Mesazhi i tretë, Lufra këto ditë ka lënë kudo radh, për shembull një ditë ose qumshin e mëngjesit ose qumshin e mbrëmjes. Dhe çmimi për këto ditë do të jetë 950 lekë. Besoj se do ta kenë thënë edhe të tjerë, se në një mbledhje pronarja e ka pranuar hapur që e merr më lira të plurin se sa qumshin vendas. Dhe njerëzit mbase vazhdojnë hedhin misër, po u bën analizat dhe nuk na i merr parasysh. Unë nuk kam prerë që në fillim të janarit, që kur na kanë thënë ndalo misrin, edhe pse e kanë vetë prodhimin tim misrin dhe të vaditur. Tani nëse vërtet misri e bëm këtë gjë, jam shumë dakord që të mos i hedhim më ujë misrit. Unë jam në rregull edhe me antimikotikun e të gjitha gjërat e tjera që kërkon veterineri. Mesazhi tjetër, zoti Erion, na fal për shqetësimin, por jam një qytetar nga Bubullima e Lushnjës, kemi rënë hall të madh me çështjen e qumshit, por Lufra është bërë më agresive nga ajo që ti bëre problem me statusin tënd dhe në parlament këtë çështje dhe sot ajo hakmerret me ne dhe s'na mori pik qumshi e na lan shtëpi.